Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjes të gjithëve. Deri tani kemi listuar mënyra të ndryshme për të trajtuar në mënyrë të pjekur emocionet tona. Tani do të përpiqemi që ta riorganizojmë materialin e paraqitur në emisionin e kaluar nëpërmjet propozimit të një metode që në mënyrë më sintetike do të na mundsojë ta pranojmë, ta orientojmë dhe ta rregullojmë afektivitetin ton në mënyrë të pjekur. Do t'i referohemi në veçanti reflektimeve lidhur me vetëzotrimin, mbi të cilin jemi ndalur në emisionin e kaluar, duke u përpjekur që të japim një mjet të dobishëm për atë që dëshiron të jetojë në mënyrë të përshtatshme ndjenjat e veta. Le t'i lëmë të flasin Angers dhe Bouchard, autorët e tekstit mbi vetëzotrimin, cituar më lart, për të shpjeguar para së gjithash me qartësi më të madhe se çfarë ata kuptojnë me këtë term. Ne, me termin vetëzotrim, nënkuptojmë përpjekjen e objektivizimit që ka të bëjë me bërjen më të vetëdijshëm për atë që ndodh në unin ton dhe në arritjen e një vetëdije të qartë, koherente dhe të vlefshme. Bëhet fjalë për një formë njohje krejt të veçantë që e orienton subjektin drejt zotrimit të brendësisë së vet. Ta mbarshtojmë jetën tonë emocionale në mënyrë të pjekur, do të thotë të bëhemi zotrues nëpërmjet një bërje të vetëdijshëm për atë që është duke ndodhur brenda nesh. Në lidhje me emocionet, shpjegojnë po këta autor. Në masën me të cilët emocionet vetëm ndihen, ato i përkasin vetëm infrastrukturës. Në këtë plan, ato nga njëherë janë intensive dhe i diktohen vëmendjes, pa qenë qartësisht të identifikuara. Ato mund të censurohen apo të fshihen dhe të rrinë në planin e përvojës. Derisa jetojnë në këtë formë, ato nuk janë marrë plotësisht përsipër prej subjektit dhe as nuk janë integruar në planin e vetëdijes reflektuese. Ato rrezikojnë të bëhen burim tensioni dhe përshtjedhimi të brendshëm nëse subjekti priret të ndahet prej tyre, sepse krijojnë një gjendje mos përputhjeje mes përvojës realisht të jetuar dhe përfaqësimit që subjekti bën për veten e vet në planin e vetëdijes. Pra, bëhet fjalë për të kaluar prej një ndjesie të mjegullt dhe të përgjithësuar të asaj që jemi duke jetuar në një vetëdije gjithnjë më të qartë, eksplicite, koherente të përjetimit vetjak, që mundson të harmonizojmë atë që provojmë me atë që mendojmë. Atëherë është e nevojshme që të bëjmë një rrugtim që na çon drejt brendësisë sonë dhe që përbëhet nga disa faza apo nivele vetëdije që ajo kalon duke ndjekur veprime të caktuara. Faza e parë, përvoja, niveli vetëdijes empirik. Në këtë nivel të parë bëhet fjalë para së gjithash për të ndier atë që ndodh brenda nesh, pa ikur prej frikës, krenarisë, fajit apo prej emotiveve të tjera të shumta që shpesh na pengojnë për të qenë në kontakt me ndjenjat tona. Mund ta përkufizojmë këtë fazë si dëgjim i brendësisë sonë, i asaj që ndodh brenda nesh, si një formë dëgjese ndaj njerëzisë sonë, si një formë respekti për atë që jemi. Domethënia e fjalës dëgjes tregon dëgjimin, vëmendjen që i kushtohet diçkaje. Pra, nuk jemi plotësisht njerëzor nëse nuk e dëgjojmë botën tonë të brendshme, nëse nuk i kushtojmë vëmendje, nëse e vlerësojmë atë si negative ende pa u bërë të vetëdijshëm për të. Kurse ne priremi të eliminojmë përjetimet emotive, ndonjëherë prej frikës se mos vuajmë tepër, herë të tjera prej druajtjes se mos lëmë nam. Njohja e ndjenjave vetjake mund të përbëjë një sulm ndaj vetvlerësimit,
Një cënim imazhi. Duhet i dallojmë meskinitetet tona, gjërat fëmijërore, hipokrizit. Do të thotë të pranojmë se jemi xheloz, ziliqar, të cënueshëm, seksualisht të përfshirë, të brisht. Pranimi i gjithë kësaj sjell jo vetëm guxim, por edhe vetë edukim, ecje. Qëllimi i kësaj faze të parë është që personi ta pyesë veten e vet, çfarë ndjej, çfarë provoj? Vëmendja, dëgjimi apo më mirë dëgjesa ndaj botës së ndjenjave do të thotë pastaj si rrjedhoj bërje në një pyetje. Çfarë emocionesh banojnë në brendësinë time? Prej këtu rrjedh hapi tjetër, që është kuptimi. Faza e dytë. Inteligjenca, niveli vetdijes intelektual. Pas dëgjimit të ndjenjave tona, bëhet fjalë për t'i dalluar, për t'i kuptuar ato. Është faza ku përpiqemi të kuptojmë se çfarë ndodh brenda nesh, në mënyrë më të strukturuar në krahasim me fazën e parë. Në të, mjaftohemi që të dallojmë praninë e një emocioni, në një gjendje shpirtërore të mjegullt, jo të përcaktuar. Tani, bëhet fjalë për të hulumtuar, për të dalluar, për të formuluar ato që ndodh brenda unit ton. Një hap i parë ka të bëjë me gjetjen e përgjigjes së pyetjes çfarë ndjej. Bëhet fjalë për t'i vënë një emër asaj që jetojmë, duke e vendosur në ato tipologji që kemi paraqitur në emisionet e kaluara dhe të dimë të bëjmë pyetjen: a i përket kjo ndjenjë emocioneve drejt, apo kundër, apo larg, apo pa? Pas dallimit të grupit të përkatësisë, mund të pyesim mbi ngjyrimet për të identifikuar me më shumë saktësi ato që provojmë. Trishtimi është i ndryshëm prej depresionit. Xhelozia dallohet prej zilis. Nëse, siç thot teksti që kemi cituar, të kuptosh do të thotë të zotrosh, ti kuptosh këto ndryshueshmëri do të jetë një mënyrë e parë për ta zotruar veten tonë, brendësinë tonë. Pra, t'u japësh një emër emocioneve është hapi i parë për të hyrë në botën tonë emotive. Aftësia për të zotruar brendësinë tonë është gjithsesi më e gjerë se sa thjesht klasifikimi i emocioneve. Ne nuk jemi vetëm në gjendje t'i dallojmë, por edhe t'i motivojmë ato. Për të zotruar botën tonë emotive, nuk mjafton që të dimë se çfarë kemi provuar. Duhet të dallojmë edhe pse e kemi provuar atë emocion. Motivimi i asaj që ka shkaktuar ndjenjën tonë është hapi paraprak për fazën e mëtejshme, atë të vlerësimit të saj. Nuk mjafton të themi jam i zemëruar me, për të menduar se po i jetoj në mënyrë të ekuilibruar emocionet e mia. Është e nevojshme të dimë të dallojmë motivin apo motive të ndryshme, të vërteta, realistike, objektive, që janë në bazë të përjetimit të brendshëm, shkaqet e këtyre emocioneve që nuk janë fryt nevoje për të mbrojtur veten. Ai që do të di të njohë, duke mos ia veshur fajin motiveve të jashtme, që në bazë të emocioneve të veta zakonisht është e pranishme një pakënaqësi apo një mungesë shpërblimi e një dëshire vetvlerësimi apo afekti, dhe do të pranojë se dobësia dhe cënueshmëria e tij, dëshira e tij për dashuri, shpesh janë në zanafill të përjetimit emotiv. Do të ketë bërë një eci zotrimi të botës së vet emotive. Jam i zemëruar me, jam i trishtuar me, kam frikë, mund të motivohen në mënyrë të atill sa ta bëjnë më të mprehë ndjenjën, ta forcojnë dhe ta bëjnë edhe më të vështirë mbashtimin e saj. Shumë varet prej arsyes me të cilën shpjegohen shkaqet e asaj që provojnë. Jam i zemëruar sepse të gjithë kanë kapur me mua. Jam i trishtuar sepse askush nuk më kupton. Kam frikë se ky angazhim i tejkalon forcat e mia. Janë shprehje që shpesh dëgjojmë apo themi dhe ndoshta nuk e kuptojmë se sa këto fjalë i forcojnë përjetimet tona në vend që të na ndihmojnë t'i tejkalojmë ato. Shkaku i emocioneve në të gjitha këto raste i vishet realitetit të jashtëm,
personave apo situatave që duken sikur janë e vetmi arsye e vështirësive tona. Sikur të tjerët të na kuptonin, sikur të mos ishin armiqësor ndaj nesh, sikur të na kishin ngarkuar detyra më pak angazhuese, jeta do të ishte më e thjeshtë, më e lehtë për ne. Por harrojmë kështu se ndoshta për te emocioneve tona është e pranishme edhe një kërkesë e tepruar ndaj tjerëve, një pasiguri dhe një mungesë e tepruar vetëvlerësimi, një nevojë tepër kërkuese për afekt dhe që është, sidomos në këtë nivel, që ndoshta duhet të angazhohemi për t'i përballuar shkaqet e tensioneve dhe të peshave emotive që çdo ditë mbart. Me qëllim që të favorizohet një kontakt i drejtë me botën tonë emotive, është e rëndësishme që arsyet, prej nga ku zën fillë emocionet tona, të mos drejtohen gjithmonë jashtë, sikur shkaku i tensioneve të brendshme të provokohej prej tjerëve. Ato duhet të drejtohen edhe brenda nesh, për të dalluar burimin e tensioneve personale. Është mirë të drejtohemi edhe kufizimeve tona, dobësive, nevojave të pashueshme, për të dalluar shkaqet më të vërteta dhe më të thella të paqetësive të brendshme. Pyetjet që i bëjmë vetes në nivel personal nuk duhet me do e mos të kufizohen në situatën që po jetojmë në një moment të caktuar. Shpesh e kaluara jon, edhe më shumë se e tashmja jon, është në gjendje që t'i jap shpjegim ndjenjave që provojmë në një moment të caktuar. Për të kuptuar atë që sapo tham, duhet të rikuperojmë përmbajtjen e misioneve të para, ku jemi përpjekur që t'i japim përgjigje pyetjes, çfarë janë emocionet. Për këtë qëllim, në përpjekjen për të shpjeguar dinamikën e ndjenjave, kemi theksuar se si ato mund të kurzohen prej të kaluarës. Ato qëndrojnë të magazinuara në atë pjesë të kujtesës që kemi përkufizuar si afektive, e cila priret që ta ngjyros të tashmen me përvoja të jetuara më përpara. Për këtë arsye, nganjëherë apo shpesh, reagimet tona emotive mund të duken të tepruara, madje edhe të shpërpjestuara. Janë ngarkesa për jetimesh, për më shumë të panjohura prej vetë personit, por që megjithatë kurzojnë për jetimet e tij dhe shpesh edhe të veprurarit e tij. Pra, është e rëndësishme që të dimë të bëjmë pyetje që nuk kufizohen vetëm te njohja të tashmes, por që kërkojnë ta shpjegojnë atë me të kaluarën, me qëllim lirimin e përjetimeve të tanishme prej peshave të kota. Ndryshe, është të pohosh se frika për provimin lind prej vështirësisë së provës, se sa të pranosh se kjo frikë është bërë më mprejtë prej një përvoje familjare të kaluar, ku duhej të dilje i pari dhe vetëvlerësimi jepej në bazë të sukseseve shkollore. Ti japësh emër, të dallosh një emocion dhe të kërkosh ta motivosh atë, nëpërmjet kuptimit të përjetimeve personale, interpretuar edhe në dritën e të kaluarës, janë veprime tipike të kësaj faze të dytë. Ato i përgjigjen pyetjes: çfarë përjetoj? Një pyetje e dobishme, por jo e mjaftueshme për ta adresuar të veprurarin ton dhe për ta ndihmuar veten që ti mbarshtojmë në mënyrë të pjekur emocionet tona. Përpara se të dimë se çfarë të bëjmë me ndjenja që provojmë, si për shembull t'i shprehim, t'i përmbajmë, t'i shfaqim, dhe në çfarë mënyre ta bëjmë, është i domosdoshëm një hap tjetër, ai i vlerësimit. Nuk mjafton t'i njohësh dhe t'i motivosh emocionet, por është e nevojshme edhe që të reflektosh dhe të arsyetosh mbi to për të verifikuar vlefshmërinë, objektivitetin, shpërpjestimin e mundshëm mes përjetimit të brendshëm dhe arsyes së jashtme që i ka shkaktuar ato. Faza e tretë, arsyeja, niveli vetdijes racional. Hapi më tejshëm në mbarshtimin e botës emotive ka të bëjë me vlerësimin e përjetimeve personale që janë dalluar dhe të cilave u është dhënë një emër.
Përpara se të shpjegojnë se me çfarë ka të bëjë kjo fazë, është e nevojshme që të saksojmë se si procesi që jemi duke përshkruar nuk është as i komplikuar dhe as i ngadalt. Të dëgjojmë atë që përjetojmë, të dallojmë dhe të vlerësojmë janë momente shumë të shpejta vëmendjeje ndaj brendësisë tonë. Nuk nevojitet shumë kohë për të dalluar parehatin apo sikletin e brendshëm, duke i dhënë emrin xhelozi, kur i dashurin përshëndet pak më përzemërsisht shoqen e tij të universitetit dhe ne rrezikojmë që ta ndjejmë të kërcënuar marrëdhënien tonë sentimentale. Kriteret racionale. Emocionet nuk janë elemente dytësore në përvojën tonë personale. Ato ngjyrosin jetën tonë, i japin asaj vrull, impuls dhe kuptim. Megjithatë, ato kanë edhe karakteristika të tjera që, siç është thekthuar edhe më përpara, shpesh kthehen në peshë, vështirësia po rëndojnë jetën tonë, e cila është e rëndë edhe pa to. Një ndihmë na vjen për arsyes, e cila na ndihmon që t'i kuptojmë më mirë përjetimet e brendshme, t'i vëzhgojmë ato prej një farë largësie për të dalluar të bukurën, por edhe kufijt, me qëllim që të riekuilibrojmë një ngarkesë që rrezikon nganjëherë të jetë e tepërt. Ashtu siç e kemi parë, emocionet nëse lihen në dorën e tyre, prirën ta pushtojnë krejt jetën tonë, ta shohin realitetin për një këndvështrimi të vetëm, shpesh tepër global apo të tepruar. Për ta përmbajtur fuqinë e emocioneve dhe sidomos për t'i shprehur ato në mënyrë të përshtatshme, është e nevojshme para së gjithësh që të marrim largësitë dhe siç kemi përsëritur shpesh, t'ia nënshtrojmë ato shoshitjes së gjykimit tonë. Pyetja parë që duhet të bëjmë është nëse ka lidhje me të vërtetën dhe realitetin apo nëse është një interpretim personal, krejtësisht subjektiv. Emri që i vjet emocionit dhe si rrjedhoi edhe leximi i përjetimeve tona personale përkojnë të paktën pjesërisht me realitetin e jashtëm. Zemrimi që kam provuar aq dhunshëm, a është realistik? Trishtimi që provoj prej ditësh, a ka arsye për të qenë kaq i fortë? Ajo që po përjetoj është gëzim apo eufori? Ja disa prej pyetjeve që mund të bëjmë për të vëzhguar në mënyrë më pak subjektive dhe personale botën tonë të brendshme. Faza e 4. Përgjegjësia, niveli i vetdijes moral. Si në fazën e mëparshme, edhe këtu janë të nevojshme disa kritere që na ndihmojnë për të peshuar pro dhe kundrat e vlerësimit të botës sonë të brendshme për të arritur në vendime të matura, të orientuara drejt mirës sonë dhe të tjetrit. Orientimi drejt mirës sonë dhe të tjetrit, i mbarshtimit të emocioneve tona, përbën edhe rezultatin e kësaj faze të fundit. Kritere morale. Ndërsa kriteret racionale u përgjigjen pyetjeve mbi të vërtetën, objektivitetin, realistiken, kriteret morale bëjnë pyetje në lidhje me të mirën. Si për shembull, a është e drejtë? A është e mirë? A më bën mirë mua apo të tjerëve? Pyetja nuk i referohet normalisht asaj që personi ndjen. Ashtu siç kemi thënë shumë herë, personi nuk ka përgjegjësi morale kur provon një emocion. Ato lindin vetvetiu dhe ne duhet vetëm t'i pranojmë ato. Megjithatë, këto emocione mund t'i pranojmë totalisht, pa rezerva apo dyshime, ose të bëjmë pyetje në lidhje me to. Më përpara kemi vënë në dukje se si njëri prej aspekteve që i karakterizon ato është personalizimi. Emocionet lindin prej unit dhe prirën të shohin vetëm personin në fjalë. Kriteri moral përfshin aftësinë për ta shqyrtuar botën tonë emocionale nga këndvështrime të ndryshme, në veçanti nga ai i të mirës së tjetrit. Shpesh, emocionet tona janë të ligjshme nëse vlerësohen prej një perspektive të vetme, ridimensionohen nëse mësojmë të marrim në konsiderat edhe atë të tjetrit, të mirën e tij, qetësinë e tij, nevojat e tij. Gruaja që xheloze për shoqin zemrohet me të sepse i qesh shpesh sekretares vet, do të duhet ta jetonte me më qetësi marrëdhënien e saj martësore nëse do të kujtojë se i shoqi sillet ashtu për t'i bërë ballë një nënpunëse neurotike. E parë nga këndvështrimi i burrit, i qetësisë së tij dhe i mbijetesës, i kuptimit të lodhjes së tij të përditshme, xhelozia nuk ka arsye që të ekzistojë.
Kjo vetdije mund të bëjë që gruaja të reflektojë dhe ta ndihmojë burrin e vet që ta tejkalojë këtë tension. E para e klasës, të cilës i merret fryma prej ankthit sa herë ngrihet në mësim, pavarësisht rezultateve shumë të mira, përveç mungesës absolute të objektivitetit të frikave të veta, që përbën edhe kriterin racional, mund ta lërë veten të preket edhe prej tensionit që provojnë familjarët e saj gjatë vitit shkollor. Edhe ky mund të jetë një motiv për të mos u avënë veshin emocioneve, përndryshe vajza do të jetonte ato në mënyrë të fortë. Kriteret morale naftojnë për një përtej përjetimit tonë. Na ndihmojnë të dallojmë motive për të mos i absolutizuar emocionet tona, për të mos i dhënë ato në qendër të vëmendjes tonë dhe të tjerëve. Na mundsojnë që ta shohim realitetin nga një këndvështrim tjetër, ai i tjetrit, me vështirësitë, të drejtat, lodhjet dhe vuajtjet që shoqërojnë jetën tonë. Pra, na japin motive për të jetuar më mirë botën tonë të brendshme, bazuar jo më mbi kritere racionale. Si për shembull, inati im është i tepruar, trishtimi më bën që ta shoh botën zi, xhelozia më bën histerike, por mbi vlera drejtësie, ndërsjellshmërie dhe kërkimit të së mirës së tjetrit. S'është e drejtë që të më shohin të trishtuar, sepse do t'i trishtoja edhe ata. Ka drejtë të tregohet i sjellshëm me sekretaren e vet, edhe pse unë jam xheloze. Aty ku arsyeja nuk mjafton, kriteret morale na japin motive të reja dhe më të vlefshme për ta korrigjuar dhe për ta tejkaluar mënyrën tonë të ndjerit dhe si rrjedhoi të reaguarit. Jo vetëm kriteret racionale, por edhe ato morale nuk janë gjithmonë të mjaftueshme për të motivuar një tejkalim të përjetimeve tona. Është gjithmonë e mundur që ta pyesim veten se për çfarë arsye duhet të shkojmë përtej përjetimeve tona dhe se a është po aq e mundshme që të mos gjejmë as te e drejta e tjetrit dhe as te dëshira për të mirën e tjetrit një arsye për të tejkaluar veten tonë. Pyetja, po pse duhet ta bëj këtë gjë? Hyn dal nga dal në mendimet tona. Atëherë lind nevoja që të kemi kritere të tjera që mundsojnë një mbarshtim të pjekur të ndjenjave dhe të emocioneve që provojmë. Mund të dallohen vetëm në një nivel më të lartë që ka lidhje me domethënien e fundit të jetës, dhe ky është niveli shpirtëror. Kriteri shpirtërore. Sa po kemi kujtuar se si as arsyeja dhe as moraliteti nuk janë të mjaftueshme për të na ndihmuar që t'i tejkalojmë apo t'i mbarshtojmë në mënyrë të përshtatshme emocionet që provojmë. Megjithatë, ato duken shumë intensive, dhimbshme, shqetësuese, sa nuk gjejmë asnjë arsye për t'i tejkaluar ato. Herë të tjera janë pikërisht të tjerët, në emër të cilëve duhet t'i harrojmë ndjenjat tona, shkaku kryesor i vështirësive dhe i vuajtjeve tona. Atëherë është e nevojshme që të gjejmë disa kritere të afta për të na motivuar më shumë, për të ofruar arsye të tjera për një tejkalim të vetes tonë, të asaj që ndjejmë. Kemi folur për kritere në numrin shumës, kur në fakt mjafton vetëm një, në gjendje që t'i jap arsye angazhimit tonë për të tejkaluar veten, i pranishëm në çdo ecje rritjeje për mbarshtimin e pjekur të emocioneve tona. Dashuria për veten, për të tjerë dhe për hyn, mund të na shtyjë që të shkojmë përtej përjetimeve tona dhe t'i tejkalojmë plagosjet, inatet, trishtimet dhe vështirësitë tona. Në çfarë mënyre? Kjo nuk është një përgjigje e thjeshtë, edhe pse kjo ecje është e lodhshme dhe të ndryshme janë mënyrat për ta ndërmarrë atë. Për këtë arsye, nuk duam të ofrojmë këtu një zgjidhje të parafabrikuar, por vetëm ndonjë ide apo sugjerim konkret që mund të na ndihmojë në itinerarin e ndërmarrë. Çdo sugjerim do të shprehet nëpërmjet një foljeje e cila është e aftë të shpjegojë në mënyrë sintetike domethënien e asaj që sugjerohet më pas. Shëroj. Bota jonë emotive shpesh kurzohet prej kujtimeve të kaluara, që janë shkak i plagëve të dhimbshme, të cilat prirën që të mos mbyllen kurrë. Ato linden prej përvojave të humbjes, të mërisë, të mosbesimit, lëshojnë rrënjë në ne dhe ngjyrosin krejt botën tonë të mbrëmshme. Nuk është e nevojshme që të jetojmë gjatë për ta bërë provë peshin e këtyre përvojave.
edhe një djalë apo një vajzë e re mund të ndihet i plagosur apo e plagosur në mënyrë të pashërueshme prej një padrejtësie që ka përjetuar në fëmijëri, prej një tradhtie afektive që ka jetuar në adoleshencë, prej çfarëdo ngjarje që jo vetëm ka lënë gjurmë në psikikën e tij, por që tani kurrëzon edhe të tashmen që nuk ka lidhje me të. Si ti te i kalojmë këto përjetime me qëllim që ato të rreshtin së ndikuarin negativisht mbi të tashmen tonë? Në lidhje me këtë është ndier shpesh të flitet, si në lëmin psikologjik ashtu edhe të shpirtëror, për shërim të plagëve. Mendohet se një vuajtje e psuar dhe emotivisht e gjallë nuk duhet të krahasohet me një të keqe të pakurueshme, që personi është i shtrënguar të durojë derisa të vdesë. Ne mund shërohemi prej plagëve psikologjike, pasi është e mundur që të tej kalohen ato kurrëzime të së kaluarës që shpesh quhen faj, mëri, pa aftësi për të falur dhe që ndikojnë mbi tashmen. Sipas disa autorëve, ky shërim nuk ndodh rastësisht për shkak të një procesi të vetëdijshëm. Ai ndjek një ecje të paracaktuar sipas disa etapave të mirë përcaktuara, të ngjashme me ato që kalojnë të smurët terminal. Vëllezrit Lin, për shembull, duke ndjekur studimet e mjekut amerikan Rossi, përshkruajnë 5 etapa nëpërmjet të cilave kalohet për të shëruar prej kujtimeve. Për secilën prej tyre kanë vënë në dukje shenjat, bazën biblike të kuptuar si veprim të shpirtit shejt që na përshkruhet prej fjalës së hyjit në situata të ngjashme. Një motiv të i kalimi për të dalluar pozitiven të ndjenjat tipike të çdo faze, të cilat do të duhet të pranoheshin dhe të shndërroheshin në rast rritjeje në vend që të mohohen. Tani le të paraqesim etapat. Etapa e parë përbëhet prej mospranimit. Ashtu si i smuri nuk pranon se do të vdesë, edhe personi i plagosur nuk pranon se është i plagosur. Ai vën në punë mekanizma mbrojtjes që e pengojnë të bëhet i vetëdijshëm për realitetin, edhe pse kanë si funksion pozitiv shmangjen e kaplimit nga ankthi. Kjo fazë te i kalohet nëpërmjet aftësisë dhe angazhimit për të njohur ndjenjat si hap i parë për t'i kaluar ato. Etapa e dytë është ajo e inatit, e zemrimit. Kjo etapë karakterizohet për i kërkimit të një tabele qitjeje të një fajtori drejt të cilit orientohet agresiviteti, të cilit i vishen vuajtjet vetjake, por jep mundësinë për ta njohur plagën, hapi domosdoshëm për të kujdesur për to. Te i kalimi i kësaj etape të dhimbshme ndodh nëpërmjet mundësisë për t'i shprehur me fjalë ndjenjat e provuara, si për shembull agresivitetin, mërinë, padrejtësinë, hakmarrjen. Etapa e tretë është ajo e marrëveshjes, e ujdis. Bëhet fjalë për një pranim të kushzuar të situatës që personi po jeton, të plagëve që ai ka marrë. Kjo ndodh për shembull kur jemi të gatshëm për të falur vetëm nëse tjetri ndryshon apo na kërkon të falur. Marrëveshja na mundson që të zbulojmë forcën e krenarisë sonë të plagosur, kufijtë e dashurisë sonë kaq të ndryshme prej asaj të hyjit, që na do dhe na fal në mënyrë të pakurzuar. Kjo fazë te i kalohet nëpërmjet pranimit të tjetrit dhe aftësisë për të kuptuar se ai që na bën keq shpesh nuk e kishte me qëllim të keq, por ishte i kurrëzuar prej kufizimeve dhe dobësive të veta. Etapa e katërt shprehet si depresion. Pas kalimit të veshjes së fajit dikujt jashtë nesh, priremi ta qortojmë veten për plagët, trishtimin dhe vështirësitë tona. Ai rrezikon të na mbyll në unin ton. Nëse jetohet në mënyrë pozitive, jep mundësinë që të bëhemi të vetëdijshëm për idetë irracionale që na pengojnë të marrim përsipër përgjegjësinë e kufizimeve dhe të mëkateve tona, si dhe nxit angazhimin ton për të ndryshuar. Etapa e pestë është etapa e fundit që ka të bëjë me pranimin. Plaga nuk shihet më si burim vështirësish apo vuajtjesh. Pasi te i kalohen iluzionet tepër të lehta, ajo shihet si rastërritje, pjekje dhe si dhuratë për të falendëruar dhe për të bekuar. Të pranojmë, të shprehim me fjalë, ta pranojmë tjetrin, t'i marrim përsipër përgjegjësitë tona. Kjo është ecja e shërimit që e ndihmon personin jo vetëm që t'i pranoj plagët e veta, por edhe që t'i jetoj ato si një dhuratë dhe si një rast rritjeje.